Po, tregom gjatë këtyre 12 viteve sa punon me vete. Cili është ndryshimi më i mirë që ti e gëzu që ka ndodhur? A është ndryshimi i njerëzve që e kanë pranuar që dekori është i rëndësishëm, apo dikur mamatim kanë qenë më të ngarkuar shihet, tash janë bë pak më me finesë, me elegant. Po, kanë qenë më të ngarkuar, po në mendoj që edhe nuk kanë pas. Okej. Mendoj që nuk kanë pas edhe kur nuk i ndoshta obligohesh me bën mbrana që aty në kornizave tua, po. Po, mbrana financave tua që i kiti, ka ndryshu shumë dhe ka ndryshu tepër për mirë. Mas pari më pëlqen shumë që tash, për shembull, e bojnë dasmën bashkë qifte. Do me thonë, kjo është një gjest tepër i mirë, se nëse dënë unë edhe burri jam me pas 300 musafir, do me thonë, tash automatikisht 150 i ka nusja, 150 i ka. Se do me thonë, dëshirat e këty në vjen përputhen dhe e bojnë planin ata 1 vjet më herët ose 2 vjet më herët, sikur tani që kanë filluar rezervimet për vitin 2027. Është diçka shumë e bukur se më herët është ndoshta pa lidhje me thonë, po vjerita ka rezervuar të sallën. Po. Edhe i konti ndoshta e fundit aty që e ke pas sallën dhe është gjuna, se pavarësisht nuk jam për më së miri respektu, jam shumë për më respektu dhe për një raport shumë të mirë, po tash për shembull kur të vinë te salla e dasmave me pa, vinë prent e nusës, vinë prent e djalit edhe çifti vjen bashkë. Do me thonë, një takim me majmë gjithçysh në zbashku me familjen e ngushtë, mas në i rrethi gjanë është diçka që vetë vjen aty edhe ama janë edhe shihet janë më të bukura, edhe po më pëlqen që ka ndryshuar. Kjo ka rëndësi. Gjithçka është me rëndësi çifti atë natë. Se unë e shoh që edhe prent e djalit ose të nusës janë ata që bojnë ma pak pyetje, nuk dojnë absolut më përzi, po kuptohet është kjo gjenerata 50, 60, se ka që kullën halo, adin, ajo mosha nështë e 70 vjeçarëve, 75, sikur që janë edhe pronarët e sallave sane, po ata kanë mentalitet tjetër. Çka se kjo ka ndryshuar Ina se edhe dikur për këto që po i përmend, dasmën komplete ka financu prindi. E tash djemë të ri, vajzat të ri, po punojnë, po vetë financohen, po organizojnë. Unë e di që ka dhe shumë të tjerë që hynë kredi për me realizu që dasëm, po kjo ka ndodhë, prapë së është e arsyeshme, po kjo ka ndodhë për këtë arsye. Se ka organizu komplet prindi, e ka pagu komplet eventin prindi. Edhe ka pas të drejtën e botës aj me vendosë të rëndush salë, se e ka bu vetë. Me gjithse unë menoj, kur ja ki bo dhurat, bënja që është duhet, leje me zgjerë. Po, qëre, Sarand, është ajo pjesa ku njerëz kanë shit edhe tokat kër e kanë martu djalin. E di, po. E tash ka ndryshu shumë, tash nuk ka normal me shit për shembull tokën, për me bo një dasëm të madhe. Se tash më ka ndryshu kosto e dasmave, do me thonë nuk krahasohet me ato para 5 vite, dhe shumë mirë që ka ndryshu, se nuk është as ushqimi, nuk është as salla, nuk është as organizimi, që shkanë qenë dasmat ma herët. Kështu që do me thonë ajo thjesht e man një film para e ma një kujtim shumë të bukur gjatë gjithë jetës vetë. Do me thonë, këto është i mira asaj që ka ndryshu, ama edhe atjerë kanë qenë dasmat shumë atleta, se flasin për një menu 10 euro kur ka kushtu. Do me thonë, gjithë shka ka shku shumë më paushal, po okej, nuk është që ka pas tas dasma shumë, nuk kanë pas që kanë pas tepër shumë njohuri, nështë edhe njerëzia për dasmë, sa ne i kanë bu